Trashëgimi të Muzeo Etnologjik i Prishtinës, avëndryshe edhe njët si shtëpia më e vjetër në Prishtinë, ku është domethënë diku afro 300 vite e vjetë. Këtu te pjesa e kuzhinës, domethënë ku kanë përgatitë gjithashtu kanë ngrënë bukë. Gjithashtu është edhe pjesa ku kanë përgatitur kofshë ushqyeva e tjera. Këtu është dhoma e ndenjes, ku domethënë kanë ndekur edhe gjithashtu kanë pritë mysafir. Gjithashtu këtu ka edhe plot vendi të bukura dhe e pashëri, domethënë janë rroba të tesha kombëtare. Ndërtesat e kompleksit janë të vjetra dhe kërkojnë mbajtje të vazhdueshme. Faktorë si lagështia, temperaturat ekstreme, shiut, minku dhe dëmtimin nga insektet mund të dëmtojnë drurin, sufan dhe materialet e brendshme. Mungesa sistemeve moderne të mbrojtjes e shton rrezikun e degradimit gradual. Shumica objekteve etnologjike janë të ndërtuara me materiale druri dhe tekstile, shumë të ndjeshme ndaj zjarrit. Mungesa një sistemi automatik kundër zjarrit e rrit rrezikun në rast incidenti elektrik apo pakujdesie njerëzore. Vandalizmi apo dëmtimet aksidentale nga ngjarje publike rreth zonës janë gjithashtu një kërcënim. Ndërtimet e reja në zonën e vjetër të Prishtinës shkaktojnë dridhje, ndotje, ndryshim të peizazhit urban dhe presion mbi infrastrukturën. Mungesë e një zone mbrojtëse të qartë rreth kompleksit mund të çojë në humbje të autenticitetit të tij historik.